Ky është Shën Grigor Theologu. Deri më 31 dhjetor të 2012-s ishte një ndër shenjtorët e afreskut të Onufrit të kishës së Valshit në Elbasan. E pas më së një viti pune intensive, specialistët e restauratorë në laboratorin e restaurimit pranë Institutit të Monumenteve të Kulturës, 7 prej portreteve të shenjtorëve të këtij afresku të bastisur kanë mundur të i riformësojnë. E brenda muajit qershor këto pjesa do të mund të rikthehen aty ku duhet të jenë, pjesë integrale e afreskut të kishës. Siç e tillë është e mundur të ndodhë dhe pse afresku do të mund të jetë më asnjëherë siç Onufri ka formësuar sheku i shkuar. Mbas restaurimit, mbas rikompozimit dhe mbas vendosjes në plansheta dhe vendosjen në suportin e saj, në mbajtjen e saj, në llaçin e ri që do vendoset, është i sigurt që nuk bin më. Grupi i punës për riformësimin e portreteve të shenjtorëve të afreskut pas një pune intensive ka mundur të ketë këto rezultate, pasi një pjesë e kësaj vepre është ndërruar në pluhur. Rikompozimi është bazuar në bazë fotografive, edhe përpara restaurimit, edhe mbas dëmtimit që janë bërë. Janë 1 milion lekë që Ministria e Kulturës ka akorduar për restaurimin e kësaj kishe e pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Restaurimit. Ndërhyrjet në objekt me dyert dritare me element sigurie të posaçëm duket se do të jenë siguria që pjesët që i shpëtuan bastisjes pas rivënies në afreskun e kishës të mos kërcënohen nga ndonjë tjetër bastisje e mundshme.